Territori i Kosovës për datën 18 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell, ndërsa në disa zona perëndimore priten rreshje shiu. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe vranësirave, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 10 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:36 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 3 deri në 9 gradë Celsius. Podujev 2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 9 gradë Celsius. Pej 3 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov 5 deri në 9 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 9 gradë Celsius. Gjilan 2 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj 2 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik 3 deri në 9 gradë Celsius. Suharek 4 deri në 10 gradë Celsius. Prizren 3 deri në 8 gradë Celsius.